Kem për jashtë vetëm, me gëzim të madhe ku pritet. Si e keni prit ju këtë ditë kur ka hi NATO? Me gëzim madhe, se A keni pas familjar këtu në Kosovë apo? po i kum posën, një katër i kum posën, po foti ka të ishte dhe kanë shtu qëllë. Po, katër i kum posën në Kosovë, atjerë kohës shpërndohen Në përmërgje. në përmërgje. Po ka zona një ndjen tonë, për shembull, çush e ke përjetu ti këtë ditë, çush u kom, sa u kon e rënd për shembull për vendin tonë, që kur e kanë prit këtë ditë që ka bombardu NATO, edhe u ditë që po vjen era liri. Tash, unë për vetja që me unë e kum pritër me gëzim që me unë, se tash që me unë, tash e kum posën në besimin që dhe s'liro. Ditë e rëndësishme e kom përjetuar ndoshta që krejt shqiptarët ose edhe A më e shumë. konë këtu në Kosovë? Po Kosovë jam konë. Çush e keni prit E kena bombardimin pritur, e thot NATO-s? kena qenë në pritje edhe pse kemi paramendu, po jo në gjithë shkallë që kam me pas shumë masakra, kam me pas shumë dëbime ofenzive madhe e Serbisë. Bile unë jam për i padalishte, aty e kitë shënu me masakrën e padalishtës, me 26 civil që i kanë vrarë, do thot me 26-in, me 24-in, kanë fillu bombardimet, a me 26-in neve na kanë ajo operacioni Potkoj, do thot Potkoj ka fillu prej padalishte dhe i Rizbic. Unë atëherë kom punu në Arsim Nisag, jam konë shkollë teknike kom ba mësim, matematikë kom ba, do thot ato i kom ba, i kemi përjetuar shumë rënë, po me gjithë atë ka qenë një shpresë shumë e madhe. Edhe fatbarësisht shpresa na doli u realizu, edhe sot e gëzojmë djerin. Sa herë vjen kjo ditë? Qysh e ndjen pas 26 vite? Absolut, mos me thonë s'muj me tash me improvizu, me kthy qysh ka qenë, a kupton? Apo çdo herë diskutojmë sidomos me fëmijë. Se fëmijët i kom pas 4 të vogël, më të madhen e kom pas 7 vjet. Që nuk e kanë përjetu ata edhe në Ai vajza e madhe 7 vjet veç e din. Kjo 5 vjet më pak, po këto djali i vogël edhe kjo vajza e vogël, se i kanë 3 vajza një djalë. Absolut 2 rudina me tifi nuk mojnë men, kur gjë. Rëzahën me Dorontinën po. Kur t'ja tregon historinë e luftës pak, a është një ndjenjë emocionale? Shumë. Shumë. Edhe njerë për të thamë shumë. Ma ndej kemi pas atë egzodin, jemi dalë me Mitrovicës prej malit. Se kemi nejtë 3 javë, deri me 16 prill kemi nejtë në malë. Do të që kanë fillu bombardimet, na veç me 26-in, neve u bo masakra e padalishës, na kanë hek për shpijave, kemi dalë në malë, do të deri me 16 prill, me 16 prill kur e kemi pa në rrugë që kanë fillu Mitrovica me dalë, jemi dalë edhe na me Mitrovicën, po fati ka deshtë, mas 5 dite, do thot 6 dite ka qenë e premte, me 16 me 22 prill kemi hynë këks. Edhe kemi pështu qështu. Një mesazh për tritë, diçka për këtë datë me vlerë. Jo veç për tritë, po për gjithë njerëzit, gjithë shqiptarët. Kjo është ditë e shejtë. Nuk du me tash me krahasu aso krahasime me këto fetare që me i bëjnë këta, po du me tamon me kombëtare, çdo herë duhet me përkujtu, trive duhet me ju fol, edhe duhet me ju tregue shumë sa është e rëndësishme liria, që s'po dim na ku jena kon. A duhet me konë kjo ditë feste për Kosovën? Unë mendoj se po gjithësysh është dash me konë. Nuk ka festë më të madhe. Kjo është drita që ka dalë prej territ, që s'ka mendu kush që na del mrin kjo dritë çfarë kemi sot, 24-shin, që na del ndihmë këtë bota. Na ka ndihmu edhe e kemi arrit ku arritëm deri tash. Tregona pak për 24 Marsin, kjo ditë me vlera që është. 24 Marsi është një datë historike, kur do me thonë NATO-ja me forcat e veta e sulmoi Serbinë okupatore, e cila bani gjenocid, terrorizëm në popullatën e pafajshme shqiptare të Kosovës. Në fëmijë, në gra, në pleq, në invalid, do me thonë ishte një ushtri fashiste Miloševićiane. Po ti gjatë ditëve të luftës, ku ke qenë, për shembull? Po në fillim para se me egzodi me dhunë na përzënën në shtëpia në banesa ku ishëm.
unë isha për momentin në banesë time këtu. Në Prishtinë, Po, afër tregut të Zelbert e kom pas banesën, veç kanë hip para militarët edhe na kanë për zonë me dhunë e na kanë qitë deri te stacioni treni edhe kemi shkua atje. I falenderoj në vllazërit. cilin vend tani keni Po, qëndrua atje gjatë Masandej kemi qëndruar në Macedoni, falenderoj vllazërit nga Macedonia, cilët na strehun. Ju kanë hap dyert çdo shqiptari. Po, edhe atje domethënë një herë në Stankovec aty valvont në një familje shqiptare na ka marrë, na ka pranuar si antar të familjes, që i falenderoj për zemërsisht. Kur ndëgjut, Po, 24 marsi, është një ditë historike, kur ndëgjut se NATO filloi bombardimet. po atëherë Qysh e ke ndihet ti atëfar? atëherë ndjenje? e kemi pas qysh me thonë një ndjen shumë të gëzueshme që kuptuam se po merr fund gjenocidi e terrorizmi serb në Kosovë. A ke pas familjar këto në Kosovë që kanë mbetë këto Po, kom deri pas. në ato momente Po kom pas familjare me qasi dhe me thonë që kanë met këtu. që i kanë përjetuar Po, ato? i kanë përjetuar, dhe me thonë, po ka, dhe me thonë fatkesisht edhe raste që një që edhe janë masakruar nga policia edhe ushteria paramilitare serbe. A dohet mu harru kjo datë? Jo. Apo do të me konë datë Jo. e veçantë, do të me konë Jo, fest? nuk duhet mu harrua kjo, por duhet me kuptue që duhet me rujt lirin cilën me mund e kemi fitue. Edhe më kujtuen fjallë e presidentit Amerikan, miku të madh të shqiptarëve, kur tha, ne e fituam luftën, ju keni kujdes ndërtone paqen. Prandaj neve duhet të arrujmë lirin, të ndërtojmë paqen, të ndërtojmë shtetin ligjor me sundim të ligjit, edhe të zhvillojmë arsimin, të zhvillojmë shëndetësinë, gjitha dhe me thonë gjaunat e mira, sepse liria let shtirë fitohet, por let mund të hupet nëse nuk kemi kujdes të arrujmë.